është përpjekja për me të çu Kosovën përpara, së bashku, sepse deri tani doktrina e përbashkët e përfaqësimit të interesave të tona shtetërore. Cilat as nuk dua të përmend këtu, por mua nuk më ka mbetur hapur. Faleminderit për këtë interesim kaq të madh për ta përcjellë këtë mbledhje, të cilën e pata me përfaqësuesit e partive politike të cilat kanë fituar ulse dhe janë pjesë e Kuvendit të Republikës Kosovës. Kjo është natyrisht një mbledhje të cilën e parashë edhe rregulloria jonë e Kuvendit të Republikës Kosovës. Në këtë mbledhje caktohen ulset e partive politike të prezantuara në Kuvendin e Republikës Kosovës edhe po ashtu bashkë me ta e diskutuva skenarin për mbajtjen e mbledhjes e cila e themelon legjislaturën e 9 të Kuvendit tonë. Këto bën të gjitha në bazë të rezultateve të cilat i ka certifikuar Komisioni Qendror i zgjedhjeve. Gjithçka shkoi mirë në këtë mbledhje, u caktuan ulset, nuk ka ndryshim shumë të madh sa i përket ulseve në Kuvendin e Republikës Kosovës. Në mes ulet partia me më shumë të ulse në Kuvend, lëvizja vetëvendosje. Dy krahët e Kuvendit, krahu i majtë dhe krahu i djathtë, janë siç kanë qenë, Partia Demokratike, Lidhja Demokratike, Aleanca për Ardhmërinë e Kosovës po ashtu u deklarua vetë, ulet po aty ku ka qenë legjislaturën e 8, edhe pakicat me të njëjtën sipas të njëjtës radhë. Skenarin me ndryshime të vogla, do të thoja, simbolike, në krahasim me çuçi kemi pas legjislaturën e 8 e biseduam bashkë me të gjithë përfaqësuesit që ishin këtu, 15 prej tyre i patëm. Dallimet janë të vogla me legjislaturën e 8, sepse ne, nëse ju kujtohet, gjatë legjislaturës 8 e patëm miratuar një rregullore të re të Kuvendit dhe aty pastaj specifikohen të gjitha ato normat të cilat na ndihmojnë për me themelu legjislaturën e 9. Gjithçka shkoi mirë, përfundoi mbledhja, kaq ishte sa i përket kësaj mbledhje të cilën e përfunduam.